Mirëmëngjesi. Sot është dita e 6 që kemi marrë, domethënë që ka dalë vendimi, edhe akoma nuk ka shkuar në gjykatën kushtetuese. Jam te gjykata e lartë, shikoni, edhe meqense gjendem këtu, pse mos I themi dy fjalë që të mos harrojmë. Çdo ditë që kalon, kemi thënë, bëhet më I rënd bëhet dheu mbi varrin e Arsen Gjinit dhe të Fatmir Shehut, mbi të vrarët e Peshkëpisë. Akuzuari kryesor për atë çështje dhe I lën me njan nga të gjithë politika, të gjitha qeveritë është Fredi Beleri. Është dita e 6 dhe ne do përpiqemi me gjithë forcën e shpirtit të sensibilizojmë sa të mundemi, këtë të mundemi që kjo të mos shkojë si herët e tjera. Të mos I lëmë këta rufjan, gazetar, gjyqtar, prokuror, jurist, njerëz që flasin nëpër ekrane dhe kur vjen puna për gjakun e shqiptarëve, për gjakun e Fatmir Shehut dhe të Arsen Gjinit, të vrarën e masakrën e Peshkëpisë, të mos thonë asnjë fjalë. Masakra ka ndodhur me 10 prill 1994 dhe avash avash I afrohemi, futemi në vitin 33 të asaj. Fredi Beleri është I akuzuar I kryesor dhe sot ai është eurodeputet. Një shqiptar që mund të ketë bërë një gabim fare të vogël, një lidhje dritash ose diçka të gabuar ose të paligjshme, e paguan shtrenjtë. Kurse Fredi Beleri me shokët e tij, me gjithë se ka bërë gjithë ato hatara, është shpërbyer dhe sot e keni në Parlamentin Evropian. Unë nuk rresht, unë nuk hesht, unë jam këtu. Dhe jam këtu dhe do jem vazhdimisht këtu në domethënë në mbrojtje të drejtës për të qenë të barabartë para ligjit. Dhe të mos lejoj kurrën e kurrës, nuk do përpiqem që të mos lejoj që kriminalët të kthehen në heronj dhe në eurodeputet, të jenë kriminalët në majën më të lartë të piramidës politike botërore. Uroj të kemë dhe mbështetjen tuaj, uroj që ta çojmë tutje në gjykatën kushtetuese dhe në Strasburg, që ajo çështje të mos mbetet pa autor, që kriminalët të mos mbeten pa dëshkuar dhe drejtësia të shkojë në vend, edhe integriteti njerëzor edhe digniteti kombëtar të shkojnë në vend. Ju përshëndes dhe gjithë të mirat.